Ebu Nuvas ka qenë një nga poetët edhe humoristët në pallatin e kalifit Harun Reshid në Bagdad. Njëherë, ndërkohë që kalifi Harun Reshid diskutonte me obortarët e vet, i thanë se po vinte poeti Ebu Nuvas. Kalifi i kërkoi të pres pak, e nga ana tjetër, u tha të pranishmëve: "Hajde të qeshim e të tallemi pak me Ebu Nuvasin. Merrni nga një vezë dhe mbajeni të fshet. Kur dikush prej jush të flas, unë do të nxehem, edhe do t'i natosem për ato fjalë që tha. Përrjedhoj, do t'u ofendoj, edhe do t'ju shaj. Do ju quaj pula që s'bëni vezë. Mandej do u kërkoj që të bëni vezë për ndryshe të mirët ju. Secili prej jush do të paraqitet para meje duke kakarisur si pul dhe duke lëshuar vezën te këmbët, derisa t'i vi radha Ebu Nuvasit." Të gjithë ranë dakord. Një shërbëtor u solli nga një vezë për secilin. Erdhi poeti Ebu Nuvas dhe filloi diskutimi. Në një moment, kalifi Harun Reshid zemrohet dhe fillon t'i ofendoj këshilltarët e tij. Mandej u tha: "Dëgjoni këtu. Jeni njerëzit më të paaft që më kanë zënë syt. Jeni pula të padobishme. Pasha Zotin, nëse nuk më bëni nga një vezë mu këtu para meje, ju preva kokën." Të gjithë u shtirën sikur i kaploi frika dhe paniku. Pas pak, filluan të kakarisin si pulat. Secili, duke kakarisur, shkonte para kalifit edhe poshtë rrobave, i rëshiste veza duke dalë para këmbëve. Kështu bën nga i pari deri tek i fundit. Kur i erdhi radha Ebu Nuvasit, ai u ngrit në këmbë dhe filloi të kakarisë si gjel. Derisa doli para kalifit, duke përplasur krahët e duke u krekosur. Kalifi i befasuar e pyeti: "Çfarë bën kështu, o Ebu Nuvas?" Poeti ju përgjigj: "O kalifi ynë, a ke par pula që bëjmë vezë pa gjel? Unë jam gjeli i pulave para rence pra." Kalifi shpërtheu në të qeshura dhe lëkundej sa majtas sa djathtas. Pastaj urdhëroi t'i japi një dhuratë të shtrenjtë për intuitën e mpret.